Vendosja tabelave të rrugëve tashmë të emërtuara në bazë të një vendimi të kuvendit komunal kanë gjallë reagimet të ashpra ndër banorë të fshatrave të Ferizajt. Tensionet janë rritur aq shumë, sa që banorët e fshatit tën i kanë hequr mbi 10 tabela së bashku me shtylla, bile kanë shkruar edhe një peticion me mbi 350 nënshkrime drejtuar institucioneve. Ata ankohen se rrugët e fshatit janë emërtuar pa pëlqimin e banorëve dhe si të tilla nuk i përshtaten realitetit. Jem pak kënaqur mbas pak me ndryshimin e emërtimeve, një grup i vogël, po tham i vogël simbolik, pa konsultu prapë me fshat, me kryetarin, direkt me kryetarin, konsultu, që kemi informata, edhe i ka shkuar kanë ruanat në emër vet. Çu ka Kush është ky grup i simbolik? Po është kryetari i fshatit, i ka marrë një grup tjetër. Ata neve kemi kërkuar nga te kryetari, ebna neve një proces të cilin në orë për fshatit tërnë. I në mërtu për shembull ka rrugë që në mërtu në belë që dyne 4-5 vetëve, prindin e ka pas, në emën prindit, a në emën prindit, a në emën kusherinit, pa konsultu me s'poko me mahall. Në tërnë po thonë se për emërtimet të rrugëve kanë vendos pushtetarët dhe jo banorët e fshatit, duke imponuar emrat të familjarëve të tyre. Unë e kom hjek për shkak se e kanë bën një proces, një emër të rrugtimit e kanë bën në mënyrë ilegal, në mënyrë të shef. Qysh ja kanë lënë rrugës tonë emrin? Na përse ne kemi rrugën qëto. Këtë rrugë jemi 20 shtëpi. Jemi marrë vesh që më janë gjitë emrin Dërmishi, për shkak se bazë mbi emrin. Bazë mbi emrit jo mahallës, për shkak se Dërmishi simbolizon këtë mahall. Është i pari joni, ne jemi marrë vesh. Ka dalë një këtu me kryetarin e katunit, edhe kanë bën një ndrem të emnit. E kanë lënë emrin babës vet. Si mas gjitha gjasave është involvum, edhe kryetari është involvum me një rrugë këtu te këtë Sylaj, sepse ajo është dhënëri këtuhet. Edhe ka pas ingerenca edhe këtu edhe ai, edhe për çet qëllim. Kush është dhëndëri asaj rruge? Kjo është rruga Sylaj që po shkruan aty. Që ajo mahalla nena. Çka lidh ajo me kryetarin? Ajo është dhënëri e atyne. Në anën tjetër, Sabit Avdiu, kryetari i Tërnit, thotë se as ai si i pari i fshatit nuk është pyetur për këto emërtime, akuzon që dha ai është injoruar nga qeveria. Ky proces i emërtimit të rrugëve ka shkuar në mënyrë jo transparente. Do të është bën nga njerëzit jo kompetent, edhe ata që kanë marrë përsipër me udhëheqjet e ekip kur s'ka qenë njoftuar për këtë rast, s'ka pas takime as në shkollë, as në përlagje. Do thotë kritikat që vinë adres teme janë krejtësisht gabume, për arsye se unë tek pas 3 muajve jam informuar në kuvendin komunal se procesi i emërtimit të rrugëve ka përfunduar në gjitha fshatat e komunës Ferizajt. Me të njëjtat probleme po ballafaqohet edhe fshati Mirosal. Përfaqësuesi i tyre, Zymer Berisha, është i shqetësuar se në këtë fshat mund të vi edhe tek incidentet në mes të fshatarëve. Ai tregon se në mungesë të vëmendjes institucionale, banorët po i emërtojnë rrugët me emrat e fëmijëve të tyre. Ka pak nësit moja që tentojnë njerëz edhe t'hinë beloa, po t'kenë ngutje familjare. Kjo është me e keqe që është të ndodhë. Po që është me e keqe edhe lista e kuvendit nuk është përputhje me emërtimet. është më çudit, nuk e di nga kanë hyrë ato emra apo kush i ka vendosur ato emra. Ndryshe keni marrë takime të rregullta me komisionin për emërtimin e rrugëve si banor. Sa i përket me komisionin që është i përmendur nga Ferizaj, asnjëherë nuk na ka ftuar. Për këto ankesa tashmë janë të njoftuar edhe organet komunale. Kryetari i kuvendit Faruk Guri tregon se në zyrën e tij çdo ditë po vijnë banor të pakënaqur, por sipas tij, lista e miratuar në kuvend është zyrtarja, e cila dhe duhet zbatohet në terren. Emrat e rrugëve, unë ju them që decidivisht duhet të jenë ata emra të cilat janë miratuar në kuvend. Do të thotë këta janë. Unë e thash që ka ankesa prej njerëzve edhe prej banorëve të këtyre fshatrave që thonë pse ne kanë vendosur këto emra. Ndërsa kryetari i komisionit për emërtimin e rrugëve në Ferizaj Shpotim Sojeva thotë se komisioni e ka përfunduar mandatin në momentin kur lista u miratua në kuvend. Thotë se në procesin e emërtimit janë mbajtur tubime publike në çdo fshat dhe tani nuk e din pse emërtimet nuk figurojnë sipas listës së miratuar. Këtu ai e bart përgjegjësinë tek drejtoria e urbanizmit. Puna e komisionit ka qenë vetëm emërtimi i rrugëve të cilat kanë qenë të koduara nga ana e zyrës së urbanizmit, domethënë nga ana teknike, në bashkëpunim me Prishtinën.
atë problematik, atë punë na e kemi zgjedh, i kemi emërtu rrugëve, edhe procesi i punës ka shkuar në atë formë që të gjithë këto aktivet e fshatave që janë, këshillat e fshatave që janë në përfshata, i kemi angazhu, sepse ata e dinë më mirë problematikën edhe terrenin, edhe njerëzit i njohin, edhe si fare emra do të emërtojnë, ata na i kemi angazhu ata i kanë bërë emërtimin e rrugëve, i kanë sjellë të na i kemi bërë listën e përgjithshme, edhe e kemi qitë para kuvendit, kuvendi e ka miratuar me disa vrejtje, që në ato vrejtje dëmonë i kemi përmirësuar me shumë pak vrejtje nga më pas, edhe këtu e kemi listën dëmonë që është e aprovuar nga ona e kuvendit. Duhet që të mirën pak ma me qetësi, edhe të zgjidhet ky problem, po duke formuar një komision tjetër për vlerësimin edhe të punës tonë, po edhe vlerësimin dëmonë edhe mbikëqyrjes së tyne tabelave që janë duke i vendosur tani. Mirë po këto duhet një vullnet pak më i madh, edhe nga ona e zyrës së urbanizmit, edhe nga ona të gjithë njerëzve të cilët janë kompetent për këto, përfaqësues. Në anën tjetër, Fai Grajinca kret fajin e bart te komisioni, thotë se komisioni ka punë derisa të vendosen tabelat në terren. Grajinca tregon se do t'i pranojë të gjitha ankesat e banorëve dhe ky proces sipas tij do të rishqyrtohet nga fillimi. Ne jem të shqyrtu gjitha ato raste. Unë ja kom thonë gjithë qytetarëve, sillni kërkesat në Komisionin për emërimin e rrugëve. Qytetarët nuk kanë nevojë që këto probleme t'i zgjedhin vetë. Për arsye se janë institucione. Si do ta bëni kjo që qytetarët mos më mirë me këto punë? Pasi që për momentin janë të mirë qytetarët. Si do të ndërhyjë shteti këto tash? Për fat keq qytetarët janë të marrë mes veti edhe në shumë vende ekziston rreziku i shkaktimit të konfliktit pas një nevojë. Deri me tash gjitha ato rrugët janë kanë pa amna dhe nuk o bonomi, edhe tash për një herë polarizohet kjo çështje. Çka do të bëni mos mendoj kjo? Ju kam thënë të gjithë qytetarëve, aty ku keni vrejtje urdhëroni sillni me shkrem dhe komisioni për emërimin e rrugëve do të ulet dhe secilin rast veç e veç do ta shqyrtojë. Edhe do të marrë vendim për secilin rast. Se kush në fakt i ka ndryshuar emërtimet e rrugëve nga lista e cila është miratuar në kuvend, tash për tash nuk e din as banorët e as komunarët. Të dy palët kanë ankesa, ndërsa për zgjidhjen e këtij problemi askush nuk ofron alternativë. Ndryshe, procesi i emërtimit të rrugëve është kërkuar edhe si njëri ndër kushtet për liberalizimin e vizave, por sipas gjitha gjasave, ky proces do të fillojë nga e para, pasi që u bë jashtë çdo kriteri dhe se mjetet e shpenzuara për tabelat që po vendosen, po shkojnë në lloç.